Asselamu alaikum. A e dini se kush ishte njeriu më i dashur nga Allahu? Ai është Muhammed ibn Abdullahu sallallahu wasallam. Profeti ynë sallallahu wasallam na mësoi të jemi të sinqert, të mëshirshëm dhe të drejtë. Ai tha: "Më i miri prej jush është ai që mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve." Ai nuk i kthehej të keqes me të keqe, por me durim dhe falje. Edhe kur e fyeshin, ai lutej: "O Zot, udhëzoje popullin tim, sepse ata nuk dinë." Sot, në këtë botë plot trazira, le të kthehemi te suneti i tij. Le të jetojmë si ai, me pastërti, me dashuri dhe me besim të fortë te Allahu. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin me të, o i dashuri ynë Muhammed sallallahu wasallam. Allahumme salli ala Muhammed sallallahu wasallam, dërgo salavat mbi të. Assalamu alaikum.